Shqipëri ka pak më parë, po e fillojmë këtë fundjavë me një bisedë në studio, të marrë parasysh që dje veç se kemi pas festën e flamurit. Kush më mirë do i përgjigjej sot ftesës tonë për një bisedë të bukur këtu në studios, gjithmonë me shumë energji pozitive. Zotëri Ismet Krasniqi, Lala bashkë me neve sot. Mirë se erdhë, shumë kënaqësi si gjithmonë. Mirë se u gjetëm, e gëzuar 28 juve dhe të gjithë atyre që na shiqojnë e ndëgjojnë. Gëzuar edhe juve, sot keni paraqisitur në mënyrën më të mirë gjithmonë me këto veshjet tradicionale, gjithmonë e ka një kuptim për juve këto veshje, apo jo? Po sigurisht po, se veshjet kombëtare normalisht simbolizojnë edhe flamurin vetë vete, e flamuri është e ma shtrenjtë për shqiptarët, normalisht flamuri kombëtar. Është gjithmonë ditë feste për juve, festa e flamurit? Po sigurisht, është festuar atëherë kur ka qenë ndaluar, kur ka qenë të rrezikum kemi qenë, kur flamuri nuk ka qenë i lejum dhe është mbajt në arkat e nanave tona, është rujtën ato gjithmonë dhe gjithmonë na është folë për flamurin. Se flamuri normalisht i prin kombit, çdo luftë, çdo fitore, çdo festë. Si e kujtoni pikërisht atë kohë? Përmendet që edhe kur ka qenë ndaluar për juve gjithmonë ka qenë ditë feste. Si e kujtoni ato periudha? Po sigurisht e rezistenca në atë kohë ka qenë shumë e madhe e njerëzve, edhe i kanë rezistuar asaj kohë dhe kur janë përndjek, edhe kur janë burgosën, edhe kur janë këndu këngë në përod, edhe shumë kush ka pësu për jetu në këngëve veshme për flamurin, po flamuri gjithmonë ka egzistuar, gjithmonë është ru, gjithmonë ka qenë, edhe gjithmonë është përdor. Po normalisht shumë herë me pasoja shumë trona, por unë që e mbaj men si ri në atë kohë, në 68-ën, kur është leju flamuri, gëzimi maj madhi ka qenën, festat e mdhaja, nuk ishte më vishi 28, po kajtë viti ishe 28, ta na vitit ishe 28 në ndori, dita e pavarësisë, dita e flamurit, edhe normalisht gëzimi madh, edhe deri sot, kur e kem lirien, kur e kem gëzimin, kur kë flamur ka prin edhe në luftën nacional qërimtare, që ashtë liruën në atë kohë prej okupimit, normalisht të Gjermanisë fashiste, po normalisht suksesi maj madhe jo, se ushtëria qërimtare Kosovës është betu edhe ka liftu me këtë flamur dhe ka sjell lirin. Po gjatë krejt viteve të juaja karrierë, shumë të gjatë, sa shpesh keni pas interpretime, qoftë skeqe, sa i përket ndërsa motiveve të festave të tilla? Po, normalisht për shkollës fillore, mësus tonë në kanë pregaditen. Për shembull, një prej tyre ka qenë një ndër poezi që më ka ra hise qysh i vogël me interpretuan Kruj qyteti bekuar, prit të Skënderbeun, po vjes si plumb i shkruar për ta shpëtuar me mdheun. Do thotë se në vitin 1443, normalisht që Skënderbeu e ngriti flamurin Kruj. Të thotë se cila prej tyre prej fëmijëri se kujton ende, e keni kështu gjithmonë kujtime. Normalisht, ana filmi në ndori dytë, Ismail Qemali, ngriti flamurin Vlorë, dhe normalisht e identifikohet pavarësia Shqipërisë dhe dita flamurit, po në bazë ati filmi. E keni shikuar, po besoj me 10 herë, apo jo? Shumë herë, me gjithë shef, shumë me kemi shëqu. E keni pas, ndërsa si prej fëmijë këtë pjesë, ndërsa dashurim, themi përgjithësi për filmat, sidomos filmat që kanë pas motive të tilla, ka lind ndërsa pasaj edhe kjo pjesa e aktrimit është ndërlidh me këtë dashurin tuaj për filmin, për skenat, poezi, gjithçka tjetër? Po si jo. Në radhë parë, më ka lind kjo dëshirë për aktrim, sepse rrjedhën nga familja e rapsatëve, Tereza Ali Krasniqi, miqallarët e me dhe Saliku Sharinim. Dhe ato është kënu, është aktru në ato odat tona. Po normalisht tonë nuk ku morë këngën, po ku morë aktrimin, nuk ka pëlqyrën ma shumë. Dhe ato inspirimi. Pastaj sa kemi përcjell në filmat Shqipëri. Unë nuk di që shkem pështu pa thuj në i kama në i dorë të hypë në kullën shpijes, me dërota bicikletës të ju mënua mi bo dhe lidhje, e me pa programin, mi pa filmat knasësi e madhe. I përmendët odat, sot sa i frekuentoni, sa qëndroni në odë, jeni kështu i pëlqen? Po, oda shqyqorën gjallende, po ju oda të dikurshit, sepse as nuk i kemi njerëzit të dikurshit,
sot këna me plak në për shtëpia, edhe nëse ka kullën 3 kat, nuk ka mashqi, nuk ka banor që banojnë ato po këtë jenë shpërndam në për Evropë bot, dhe kështu që kullat kanë mbeten ma te për një relikt, po njëkosisht mundohem me improvizu odat ne sot, që me anën e rapsotve, i mundohem me rinjall, me paraqit odën të improvizume, ose drejt për drejtën e për kulla oda, unë personalisht e moj një emision t'il, në radio televizionin Fontana në Istok, e moj odën e Leales. Dhe normalisht atë mundësi ma ka dhanë drejtori i radio televizionit Fontana, Zëqer Mehmetaj, e përshëndesin në e shekit emision. Pra, po e këtheni ato kujtimet e odës dhe në emisionin tuaj, ja? Gjatë tonë kohës 2 orëshe që mbaj emisionin, i njëm në atmosferën e asaj kur ka qenë fëmi, kur kom shërby në oda, kur i kom dëgju pleqt, kur i kom dëgjuar rapsot të kënju, dhe normalisht duke ndëgjuar historien e vërtet popullit shqiptar në odë. Ne në shkollë nuk e kem mësuar të vërtetën, po në paroda, po në atë ko kem pas një problem me dita atë, për shkak se unë komendu që shkam thëtë mësu si është qashtu, e jo shkam thëtë oda, po gabim ka qenë, se ma e vërteta kënë shka thonë jotë, se që kanë shtonë shkollë. Dhe thot krejt ato dhe si mësime tjera ekstra shkollës i keni pas edhe në odë, të reguaj që si fëmi keni të zhu. Fjale për historien, për kombin, për historien tonë, për luftat, për armiqësien që kemi pasë njerë që kanë shëndu, në kur s'kem qyrë me sëndu dikon, po të tjere kanë shqyqu me në sëndu neve, gjithmonë kanë tentuan. E na kem pasë rezistencë, dhe sa ma shumë që i bënë rezistencë, normalisht i jema i fort. Po, muzikën folklorike sot, rapsotët sa i dëgjani, sa ju pëlqej? O, sa e mira. Pyte një hala me folklora, ma kanë mjellë në zemrë për s'po mu me hjekën, se që i vogën në prehen rapsotët dhe ty flejt aty, më ka hinë trumë, ka hinë zemrë, ka hinë shpirë ka nga folklorike. Dhe normalisht që e duhe dhe sot, edhe që ma i mas shumë, ti du të gjitha muzikat shqiptare, po dhe të botës, po folklorin mas shumë. Mende që vetë se jeni rritë në atë frymë, po pastaj nuk e zgjedhët pjesën e muzikës këngës, vazhduat me aktrim. Si ju përkrahën në atë kohë, familja i përshkak që kanë qenë krejtësisht kohëra tjera? Në atë kohë, ma shumë kanë rrjedhë gjërat spontane, edhe njeri kanë bërënjë diçka nga vullneti ti, si që të ka orientu dikush. Veç mas për aktrim, bje fjale unë e vetë kisha pas dëshirë me komë orientu në aktrim. Po s'kom dit as qysh, as kun, as kem pas në as fakultet, as ma vonë, s'kem pasën për aktrim. Po një vullnet i mrenshëm, një dëshirë e mrenshme, të i panë, normalisht shfaqet ndryshme, edhe të lindë një ide që valla që tu po e gjaj vetën. Ta është dikush e gjanë vetën sport, bje fjalla, po nëse kum gjetë atje, po e kum gjetë në aktrim, edhe kështu si kum do aktrimit. Po, sot kër i kujtoni ato kohrat e bukura bashkë me familjen, me bashkëshortën, i kujtoni ato sukseset e atyre kohrave, çfarë ndjenjë është për juve? Pa, sigurisht kënaqësi e madhe, kur për festa e në të butë gjithë zbashku, kemi nejtë, kemi festu, atër kemi qenë në Makallablak në për familje, se sa tashti, gjithë kemi qenë tu. Dhe në të konet e ma hershme, kur unë isha fëmija po i ri, po thuj sa asnjëna në familje se kishëm që punën dikun. Edhe nëse punën të fizikisht dikun, se jo në punë të shtetit kërkush në atë kohë në ka konë. Edhe normalisht që na edhe festat kër i kemi festuar, po thuj se kemi pas festa për çdo ditë, për shkak se sa konë një ditë e feste, po pushojmë sa të bëjmë festë. Po gjithër kemi pushu dhe kemi festu dhe edhe miqë të shamirë kur kanë ardhë, normalisht se kemi ba festë. Kemi ba muzikë. Bili atu ku ju më rritë nëne, ku ka kalu autobusi për Prizren, Klin, gjithmonë kër kanë gjerë biletën, kanë thonë të shkolla muzikës. Se të lijon e që shkolla muzikës. Për shkak se ato gjithmonë është ndëgjuën muzika. Gjithmonë jenë mësuën veç mas të rapsët e mlaj, kur kanë qenë për darës, ma ku me morë në atrit, me lu me vegla që shdojnë vetë, nën stop muzika pasët. Dhe thot jeni rritë në atë frimë, jeni rritë në atë atmosferë, me atmosferë. Po, sot e përmendit që familjet janë me antar në numër më pak, ndoshta nuk janë ato familjet e më dha, gjithë janë të shpërndarë, si që e përmendit, ka shumë kulla që nuk mbushen me antar të familjes, tash për juve që ndoshta
Dhe jeni më pak aktiv në këtë mosh, si i kaloni këto kohë? Po, normalisht i kaloj mirë, sepse na vujmë kontakt me njerëz, me trashëgimin tonë. Nështë kjo nga bën edhe akterimi qënë, normalisht çdo derë, në aspektin pozitiv, edhe me hullumtu, se ne nëse nuk hullumtojmë, ko është edhe a mirë, ku e në ornamentet e dikur që qiruhen atu, ku është mbajteni të bëjmë shumë me rëndësi në një odë në një kollë, se që është edhe a unikot bje fjallët tjerë, dhe organizojmë një aktivitet atu, për shumë një odë në unikot ditën e plisit, kam organizuar. Dhe klasi e madhe, po ripërtrinjet aja dikurshit. Dhe normalisht që e shohëm se sa e vlefshme është të mohat trashëgimia jonë, të ruhet, të ju hiqet pluhuri, gjerat vjetra, të shkunin pak gjerat e vjetra, sa të jënë tonat, e t'i palojmë e t'i rujmë, se po qëse nuk i rinjallim ato, dhe nuk i bëjmë që janë tonat në i merë dikush, të na mos befasohen. Sa po ruhem pra? Fatkeqësisht, neve një kohë ma herët, kur unë isha fëmijë më kujtohet mirë, disa njerëz dhe disa gra që vinin e shetin disa gjera sita, filikaqa, lloj gjera ndryshme për fëmijë, për gra, shumë sene ne kanë marrë. Sene shumë të vlefshme kanë marrë duke i ndro me filikaqa, me këtu më kujtohet qysh të fëmijë. Ma vonë më kujtohet disa qylyma që janë vjetrohen janë gjuhë, sa dhimbje marrë është e, ose robet kombëtare, valla janë vjetruar, të nuk vjetrohen kur. Po, janë ru, ta në ne morë lufta shumë tjera, ne morë lufta, po me gjithate janë ru. Për shumë 2005 në ke bo një dasëm të sniqit, një dasëm tradicionale shqiptare, original dasëm e ke bo. Dhe një befasun 2005, për herë mas lufte, krejta të vesh, vetëm të femna, që një vesh spoku, aja kushtën në 5-6.000 euro, nuk kushtën. Minimumin, po thomën atë, edhe kër i këm po të tanë ato, që në vesh në të vesh. E tonë ta burra, dë vesh në robe kombëtare, thash, i paskaru edhe lufta, trashëgimin tonë. Prandej, lufta jo që në sëllë fitoren, për trashëgimin, në sëllë në arujti. Përmendet edhe organizimin që e keni pas ditën e plisit, përvësi që edhe plisi ka një rëndësi shumë veçantë për juve, apo jo? është një dhe reliktet ma të vjetra. Ne me plisi në rrit, i në rrit me njerës që në ka me plisa. është ka knatësie madhe në treg medalën, në për vërrime kur kem shku, në për darsma, gjithë kanë qenë me plisa. Rallë ka qenë dikush pa plisë. Po dal nga dal, plisi u zhduk. Sot ke problem ku janë 200-300.000 vetë, ku janë me gjithë 2 vetë me plisa. Po, nuk do të thëtash se ne që po dash kam i baj plisat do mos do si dikur. Po s'pa ku një ditë në vetë, do t'i qesëm plisat, do t'a majmë një festë, do të tërgojmë se që këtë pjesë të joni edhe relikti ma i vjetri shqiptar. Për shkak që e përmendët që në kohën tuaj, kur veç se keni vendose me qka do mire në rukëtimin tuaj, nuk ka pasur shumë, ndërshta temi kjo pjesa që ka njep komente, familjare tjerë, ju kanë shty për diçka, po si kujtoni ato vitet e para në Aktrem? Po, me thotë vërtetën... Shumë vite. Jenë shumë vite, po ato që jenë vitet shumë të mira, ku normalisht knatësi e madhe me dalë para publikut, ku më përmeni edhe një rast tjetër, dikun ku isha musafer në një televizion tjetër, po përmeni edhe këtu, kur po flasë unë për kohën time, rrëmë s'kem pas, televizor s'kem pasën, radio jo, dhe të këtu që është e tekniket sotit për telefona, për këtu normalisht që nuk flitet për këtu. Dhe më kemi jetuën në një geto, shumë njërë primitive, po shumë jetë e këndshme kanë qenë nejat, e përbashta, kanë qenë bisedet, kanë qenë odat, kanë qenë kshillat, kanë qenë edukata familjare, dhe për pas shkollës, se kur thash ma par shkollën, nuk thash që shkolla nuk të mësën, po historien nuk nga ka mësu mirë, po oda nga ka mësu drejt. Te historia fjale, jo të mësimi për gjithë shumë. Gjitha këtu, nga kanë bo neve që tjetojmë kohën e duhur, me gjithë atë edukacije dhe sot, kur i takoj njerës të vjetër, ma të vjetër sonë, kur i takoj arsimtarët e mirë dikushmet,
Unë e një vetën atu ku kom qenë edhe përshëndetja me ta, edhe jam si kur po t'isha në zëndë sët i tyne. Se kjo edukat në ka betë nga atëherë. Edhe një tjetër për thonë të rive e të reja. Unë e kom kry shkollën e mesme, në vitin 72-73. Ne në shkollë s'kem guzu me vesh farmerka. Ne nuk në është ju me farmerka me shku në mësim. Ke shku në mësim, s'tu ka qelë derat ka këthy për mësimin. Ta shmerën me men, ku kemi mbërëjtësë dhe sa të qesharake, i do këtë dikuj, këte që për thomën e sëtë. Po e përmendit që periude kanë qenë shumë periuda të arta, periuda të bukura. Sigurisht që për ne ka qenë periuda shumë të arta, shumë të mira, shumë të kajshme, edhe pura shqiptare. Po në atë kohë e kujtoni përveç atyre parashitjeve në shkollë që i përmendet me poezi që ju ka përcjell gjatë gjithë jetës ajo poezi, parashitin tuaj të parë ndoshta para një publiko më të madh, një publiko më të gjerë, ju kujtohet? Po, kem pas një komedi në 67-ën. 67. E kemi qfaqen para nxënësve dhe prindve, kolegëve të nxënës edhe prindve, të fshatit, knasësi e madhe. Pregaditëm skenën, në ata 3-6 kooperative, sikur edhe sëtë ka në betoninat aty në ndërtesave, ku e kishëm edhe shkollën, dhe i qëtëm bankat aty, bamë sa bukur, edham qfaqen, knasësi e madhe, tana i publik që ishin talullë, në tokë ishin, unë ngritën kam dorë të roketën në knasën shpirtit, dhe normalisht atë ndim vetën fort mirë, masaj pregaditëm dramën Cuca Malër. Është interesant, se kom përmenë Cucën e Malër, së kur të ju të ashe po përmeni, edhe i falenderova gjithë ata që kanë luë atëherë me mu. Shka qenë ata bashkë? Po, edhe një femen më lejmërot në telefon, më thëtë për kundër aktiviteteve të përgëzojme për gjitha, po e përmene Cucën e Malër as një femen se përmene. Po ku me marë femen atër me lujten, atër mashit i kemi adaptu, i kemi bërë si femen për me lu rolin. Se Cuca Malër ka qenë mashkull që e ka lu rolin e Cucës. Të thot gjënia femërore s'ka qenë gjënia femërore, ku mi marë atë mi, ka pas vajza në shkollë, po normalisht në skenë nuk kanë marrë në pjesë. E ma dhonë, kur kam shku në Klin, Shtëpinë e Kulturës, që hona duka gjinit, tash në skenën e teatrit, plët antarë, edhe mashë edhe femre. Knaqësi e madhe, kem fillu përgatitën plakën e Malër, ka qenë drama a parë, Berem Curri, me regjit të Osman Rëgashit, një themelu si Shtëpisë Kulturës në Klinë, që tani nuk jetë tani njëri, edhe normalisht që atu kem vazhdu në aktivitetin edhe deri sot edhe dhe jem pensionu. Dhe më kom fillu në 69 në Shtëpisë Kulturës, kom përfundu në 2016 kur jem pensionu. Shumë e shumë vite, po paraqitja ndër të parat e përmendet në vitin 67 me komedi. Si u prit komedia në atë kohë? Gjithëherë komedit pritën mirë, se populli ka dëshirë me qeshë, pjesë e jetës të qeshët, apo? Edhe normalisht ishte një komedi bukur e lezetshme, ishim 2 persona, unë edhe një Qemil Marina, kolegi imi, që bënëm një dialog, një mos pajtim, ose një pajtim nga një herë, ose nga një herë bisedat nuk na shkonin bashkë, ndë një herë njeni e dëllë të shkollën, tjetër e u rënd të shkollën, edhe kështë në këtë farë mënyrë shkonim, edhe në fund, përfundanim se 2 të jem zanës, 2 të dojmë shkollën, dhe do të me kry shkollën dhe mëzë. Dhe prej vitit 67 deri në vitin 2016, shumë e shumë shfaqe para publikut, po cilat i kujtoni ndoshta edhe ata aktorët, bashkëpunëtorët që i keni pas më shpesh ndër vite, ka pas aktorë që keni bashkëpunu më shpesh? Kem pasën shumë që kem bashkëpunu, po unë me thotë vërtetën për në Klin e përmena Osman Rëgashën, po të mos ishte Osman Rëgashi, normalisht unë nuk kisha vazhdu në aktrimin në skenë, me siguri, po a i më ka shtyt, a i më ka nëzit, edhe ato kem pas shumë shok, shumë kolegë me cilë kemi lujten, edhe kem pas shumë regjizor, kem pas edhe regjizor profesional, dhe Marrem Qenën, atë dhe Gashin, Suliman Lokajn, e kem pasën Hadi Shehun, me cilin kem bashkëpunu, veç Bashkia Kulturës me teatrin Popullor Gjako. Pasaj kolegë tonë, shumë cilë ka pas njerë që kanë lu, rolet aqë bukur, aqë mija, që unë s'kom qenë kërkun me ta. Po, fatbarësisht unë kom vazhdu deri sot, dërsa ata kanë lu një rol shfërt bukur, po mos jenë dokës, jenë pas, kanë da në skenë,
për shkak jetës, jeta e ka orientu dikon tjetër dhe kështu, që në Klin u bon tënë ato vite në aktivitet po jo vetëm në Klin, në Kosovë, në Shqipëri, në diasporë gjithë. Po, diaspora sot merë ende komente prej tyre, të marë parasysh që dhe ata janë shumë lidhur, së mos dhe me këtë pjesën e veshjeve tradicionale dhe gjithçka tjetër që frymon Shqip. A keni sot kontakt me ata që janë në diasporë? Po, me diasporë, normalisht të kemë bashkëpunime veç mas kur vine, ata që e ty në vujnë kontakt. Po shumë herë dhe më kanë thirë, kam qenë në Zvicër, në Gjermani dhe në Suedi, që më kanë marrë në emisionin, programet ndryshme, ku më qenë edhe në televizionin Blu, në Solothurn, Zvicrës, kom qenë musafir, kështu që po më shihni këtu, këtë farë mënyre, i falenderoj gjithë ata aktorë, kem pas filluar një film për diasporën, ku unë kam qenë prindi, këtu që e kom feju vajzën në Zvicër. Edhe tana, gruja ime kishte dëshirë shkënte, vajzën s'kishte dëshirë, vajza shkoj, filmi u bon, po u bon shumë i shkurt, sepse producenti ju në fatkeqësisht la vdiq, edhe kështu që mbet, e ka qenë emni së kujtohet, vllavi Enis Limoni, kameramani që ndër ty kështu. I përmendet edhe disa prej bashkëpunëtorëve që fatkeqësisht nuk jetojnë më. Shumë e shumë aktorë të tjerë, profesor, kështu që po besoj që me shumicën prej tyre vetë se keni pas kontakt dhe keni ndonjë kujtim me secilin prej tyre. Po, unë merrem me krijime. Edhe sigurisht që me krijimet e mia nuk do t'ishta ky që jam pa Tafil Kelmendin, profesorin që tani nuk jeton, edhe pa Pren Bozhalin, që është poet, shkrimtar dhe kritik letrar, edhe që edhe sa asaj dite në ndihmon në shkrimet tona për mi botuar. Sa i përket aktorimit, e tregohet më parë, pa Osman Gashin, drejtorin Shtëpisë Kulturës në Krin, pa Hadi Shehun, pa Suliman Lokajn, edhe pa profesorin tim të ndjerë tani Enver Petrovcin, sigurisht se nuk do t'isha këtu ku jam me aktrim. Sepse nga dëshira e madhe që kisha, në pleqëri kam shku e kam kryu Akademinë e Arteve të profesor Enver Petrovci. Por jo pse kom dasht më bo maj zoti, po maj sigurt. Se kur du me lu një roli, se du me tha një gjë, ose du me marri qëndrim, ose du me ha një deksion, e di që kam ka ha profesori, jem një maj sigurt. Pavarësisht, a i pëlqen dikunja si pëlqen, a i dikcionës të aja që faqë, unë e di që kam ka ha profesori im, edhe unë basë saj e baj edhe lojën. Dhe të këni qenë në klasën e të ndjerit profesorit Petrovci. Enver Petrovci. I kujtoni sot ende ato vite të regua që kanë qenë edhe ato shumë vite? Ka qenë vite shumë të mira. A i ka qenë një profesor, një edukator, që të ka ditë zanatin e vetë me dha ma mirë se çdo kush. Sigurisht ka ndonjë nështë edhe këtu në televizionin juj, që e ka kryen, që ka aktore, di që ka edhe aktore regjizor këtu, e mund tjetë që kanë qenë student ati e din mirë se sa e ka njohtë profesionit dhe sa a mundu me shkri atë profesion të gjeneratat tjera. Po, të regua që keni shkuar më vonë vetëm për një pjesë të sigurisë tuaj, për një vetë dëshirë, se të kanë qenë ata kolegët në ato aktorët tjerë, që e keni nda klasën bashkë. është shumë interesant, kur kam shkuën, më ka pritën Emin Plon Bemini. Plon Bemini, a dini kusha? Po, e kemi pas... Rahim Struja, aktori, Rahim Struja. A i ka dalë më ka pritë, unë kam shku me kravat. Edhe më hajde profesor, mirë se erdhe, hajde të pim ka një kafe. Po i thamë atine, unë e profesor jam me titull, po këtu jam kolegi ju, se jam profesor, jam student. Edhe më kanë pritë mirë. Kam kalu mirë me ta, normalisht kam pasën knetësit madhe edhe sot kemi kontakt, rrim me ta, bisedojnë për të kalumen, qaqët që da t'i kena pregaditën, kur ne në pranun nga profesori, kur s'ne në pranun, kur ja kem qëllu teme, sa s'ja kem qëllu heq, sa është normale e valpune. Kur jena pregadit që më kanë thonë familje tem, o dashke me nëzirë karakterin. Ka problem me nëzirë karakterin, qështë du me da, qështë du me do, qështë du me asi, qështë du me pa publiku, edhe duhet me nëzirë karakterin pasqyre. Edhe në atë në pasqyre ty nëzirë karakterin tem, ty bon levizje.
vjen një fëmijë imi, unë 6 fëmijë kam. Edhe vjen një fëmijë imi, e më shemu të lëviz të befasohet, e thirë njënin e këtë ishin bo të dera dhe gruja. Këtë ishin bo të më këshyrë. Qa pëndodhë? Qa pëndodhë, shka unë ka, pas ka lju. E për më thëtë, oj, sbet, këtë gjanë meni e ka që këtë fakultet e me të gjanë pa menë, shka je ka bënë kështu. Të po improvizime para pasqyrës, Të po improvizime, normalisht, se kur djelë para profesori është dosh me dalën, me ditë se qka po bënë, qka po ljunë. Kështu që edhe në atë kohë keni qenë shumë të përkushtume, dhe pse keni pas një karierë, parashitje të shumëta, prap jeni mundu që ato vitet e studimeve ti përfundoni ashtu si që duhet. Jem mundu me bo ma tamën, punën, që ato akumë. Po, pastaj prej atyre viteve, janë gjithmonë dhe ato vitet e 80-ta, 90-ta, që po besoj që ka qenë shumë vështirë me i zhvillu aktivitetet e juaja në atë kohë. Në vitet 90-ta ka qenë shumë problematike, e veç o ne që kemë punu në kulturin, a konë sy kujnë ato buke, më ranë sy të pushtetit, së ndost asaj kohë, se diçka po ndodhë atë nga kultura, ka bukur problem. Shumë shok tonë që në marë drejt për drejti me kulturën në atë kohë kanë zhvillu aktivitet edhe ma shumë se ne, që i falenderoj edhe këtu për punën që kanë bënë në atë kohë, edhe normalisht atë që kemi mujtë, qka kemi mujtë e kemi bënë, po që fështirë ka qenë, edhe gjithë mund të përndjekun, të largum nga shtëpia kulturës, pjesa madhenshme ka, kur në kanë largun nga shtëpia kulturës. Aty kur keni mbajtë shumicë dhe aktivitetet? Po, aty kur isha dhe drejtari shtëpisë kulturës dhe atë kohë, kur në kanë largu, koncerti fundit ka qenë shtëpitë kulturës që e unë e Dugagjinin të vinë me Ilir Shaqiri. Dhe fatbarësia ma madhe, kër i nga këthyjen të 99-ën e kemë fillu punën në shtëpitë kulturës, koncertin e pare kemi mbajt me Ilir Shaqiri. E keni mbyllë dhe keni hapë ashtu? E kemi mbyllë dhe kemi hapë, knatësia ma madhe. Jo munu me punu, jo unë po me shok, me gjithë, se vetë së në bënë njëri kur gjë. Veç bashkarisht bëjnë sanet bukarat në mdhaja. Jena munu me punu. Edhe më kanë thonë ka njëherë i smet edhe ma shumë pje vetë i zarë se sa nështë që te mundësën shëndet. Po, se këmë thonë, ma më rëj jeta, edhe i herë më këthu në shpit kulturës. E me punu, e me ka i lirë, ku me ditë që kisha ba. Po, nuk këmë ba ato që është dasht, po ju munu me ba në sa këmë. Si ka qenë bashkëpunimin atë ku ajo energjia grupore, të regua që keni pas shumë bashkëpunëtor që kanë ndihmu me bo punën në mënyrën më të mirë, po sa ka qenë ndoshta ajo energjia e mirë me juve bashkëpunime në atë kohë? Po, unë nuk po guxoj mi përmenen vetëm ndonjë shok, se kom shok e s'po mujtë ashtë mi ndanë, po gjitha ta me cilët kom bashkëpunu, a kom knatësi e madhe, edhe mas mirë, jo, unë bashkë me shkëntarin pranë Buzhale, kemi botu vitin e kalium, librin monografik të shtëpisë kulturës për 55 vjetë punë. Edhe të gjitha jenë ato qitë. Fatë barësisht i kemë majtë menë, atë arhevë sa kemi mujtën me shfërëzu, normalisht, sepse në kohën e luftës, edhe të para luftës, kur në kanë largu nga shtëpia kulturës, qka kanë qenë e drejtëria dhënshme serbe, i ka djegët, gjithë gjë që ako shqiptare. I ka djekë edhe robët kombëtare, edhe arhivin. Po, që ka edhe ma keqe, kanë djekë edhe arhivin e vetë që kanë bashkëpunu me ne, që në kom pjesë ansamblit, pjesë shpisë kulturës, edhe dhe vetat i kanë djekë e kanë hupë edhe kajtë atë gjurëm. Pra ndaj, kem pas problem me të bu arhivin, po njerës i kanë ru, njerës edhe nga diaspora, edhe nga Kosova, edhe kanë sjell materiale, edhe nesh ka kemojt me ru, kështu që a dalë një monografi me materiale, jo të plota, së për dikur që të që dalë, po ma mirë tash se dikur që shdalë ishë. Të regua që pas rikthimet, jeni rikthim prap me këngëtarin e madh Ilir Shaqirin, po pëse që ka qenë edhe ajo një ndjenjë shumë e veçantë për juve, apo jo? Atë moment kër jeni dëbu prej shtëpisë kulturës, keni mendu që do ktheheni prap në atë vend dhe do veproni prap? Dëshiren e kem pas. Po, ishte shumë thenët, shumë keqë dhe shumë ljarë. Po, u realizuaja. Edhe, kër e përmena programin, tash pas lufte, 99 me Ilir Shaqirin, tash trupa ushtarake Hamz Jashari, ishte që erdhë për do të shfaqe, për do program atë, edhe erdhë Iliri. Edhe unë ja qova një kafe. Tha,
Thash për t'jep këtë kafe se atëherë s'ku mujtë me ta ha kafen, se kur u knejke kanga të ndryshme dhe shën të shkrepza dhe në atë kohë të në 100 policia, milicia në atë kohë, edhe normalisht që si shërën kafe. Dhe sa tani në liri, thështë ta këmë pru kafen edhe ta të hershë me shiu ta ma. Partikuar. Po, pas të tregua që deri në vitin 2016 keni qenë gjithmonë aktiv me shfaqe. Sa i mungojnë të ato skeqet humoristike të asaj kohe? Po, shqeqena, unë drejtë me thonë për aktrimi nuk jam shkëput. Po. Asë nuk e di veten që jem penzion. Jam mjaft aktiv, format ndryshme, për mena Odën, që kam Odën e Lales, atë kur e marrë vetëm për pikë të qefit. E dina sa që punjojnë atu, stafi televizioni që e ku marrë për qef, për kur fa interesi materiale as kur gjo, belis dalë as donator me kërku as kur gjo, veç e moj për qefi, sepse kur kom dalë në penzion, mu ka du vetja që u shkputa. Sigur valë më nalë që tash televizionit, krapë dhe njeri zdinë që ka me banë. Atëre kom gjithë atu, ma kanë mundësu, që që kajta ma Odën e Lales, e kam ekipin, televizionin, kamerat, gjdo gjanë, drejt për drejt, me gjëru, mrena, jashtë, në përkulla, edhe kjo është knatësia ma madhe. Qëka ju ka mbajt kaq shumë me këtë energji kaq mirë për krejt këto vite? Puna e palotshme? Po, sigurisht, më ka mbajtën edhe vullnetin familje, që jemi për krahën, normalisht edhe gruën e kam këgja aktore. Në disa, kam kështu, në për disa spote bashkë me ta, kemi aktruën, pastaj edhe në spotet e Monin, në di Monin që e manë këtu një, u knaqëm të kesha, që ka që shëma një emision. Ja kem marrë pjesë edhe tajnë me programe, unë edhe gruja kemi lupë, bili, kem pas Kanagjeqin. Ashtë një gjerim që kem po një kongë Kanagjeqi, e të në thejshin mua grus, ku sa mire kishë lu i në knasht një kajtë, që shumare u knasht një kajtë. Të thotë edhe bashkërët në këni pasë edhe për Kroasë edhe bashkëpunëtore. Po, edhe për Kroasë, atëherë, sëtë Hatijgjën e përshëndes. Se pa shumë edhe përshëndet ato, nuk më shkanë marë as fjallë as puna. E përshëndesim shumë prej studios për njavës. Kom qenë këtu me te, kom qenë studio, është një studi tjetër. Së tjetëra. Që herën tjetër do vini bashkë. Bashkë dhe kemë gjithës. E përmendet më herët foljum krejt në fillim për ato ditë të bukra në Odë që i kujtoni shumë mirë një të nko për rapsodët dhe gjithë shka tjetër, ju jeni edhe koleksionues, apo jo? Jam në përshpijat huja jo në temen, për shkak se nuk kom pas hapësirët mjaftueshme që të kryoj muze temin, po ne e kem një muze në Klin, muzeu i Gjën Gjergjit, aty një shoku tim, një kullë vjetër, ku qka kem, gjerat vjetra i qoj e i eksponojmë aty, e i lajna, dhe shumë sene edhe të mijat gjindën aty. Po ne sa në vogël, normalisht se gjindet edhe të unë, sa përket muzikës, e disa gjanave që ka mundësi me i lanë në një qështë të këtu, po normalisht, gjdo shqiptar duhet të ketë flamurin kombëtar edhe prisën e bardhë. Këtu duhet t'i ketë gjdo ku edhe këtu, edhe në diaspora gjdo konë. Pse thëmë këto? Kur kanë shkuen mas pari gërbetqarë tonë që kanë shkuen diasporë, në gërbet, me vete kanë marë flamurin, plisin e bardh, edhe kujtimet nga dhe. Edhe që tu s'ka mujtë kush me ja marë kur njënën. Pra ndaj kem obligim që këtu t'i kem, t'i ruajmë, edhe si relikt, po edhe si pjesë tonën të trashëgimisë. E përmendet rëndësinë e ruajtjes së tyre, po më përgjithësi për krejt të vite, sa ka ndryshu edhe kjo pjesa e traditave, familjeve tradicionale? Po, normalisht, që ka ndryshuën. Shumë, se jo pak. Se do dhe mi shku një dikuj, nuk o qutë që të thëtë ku dje koha darkës ose drekës, hajtë se përshkejmë në hotel me hangar drekë. Pi odë në hotel. Do thëtë se tash edhe me dash s'ka kush me përgatit në rallë në e venë, s'ka. Nuk ka familje të gjanë, e thash pak ma parë. Ata. Pastaj ka ndryshu se ne jem në levizje, me kuferë jem këneja nene, e vesh me thash kur një hek vizat. Si ata që i punojnë jashtë, jenë me kuferat gashën për me orë të na, si na që i kem jashtë njerëzit tonë, jem me kuferat gashën me shku të ta. Edhe kështu jem levizë që e tradita athuj, nuk o maja që ka qenë ndikura, po me gjitha thash, gjitha improvizuan për të kujtuan e kaluara
se si ka qenë ndikur. Sepse pasar që aty një jem qasoj kohë, së dhe që ka herë ka pos ma keqi, ka herë ma mirë, po nërmesh që e trashëgimi o e jona. E për të pasar se gjeneratat e reja, për shkak që jo gjithmonë përmendet që e njerit në atë frym të bukur të odave me muzikë të bukur, folklorike, shqipe, jo sa një mundu pasaj edhe në familjen që e keni kriju me vazhdu këtë pjesën e frymës patriotike dhe aldi dashurisë? Po, normalisht, se familje, unë i kam 6 fëmijë, edhe të 6-tit jenë marrën me kulturë, me trashëgimi, jenë marrë me dramë, jenë marrë me skenë. Unë i kam 5 vajza një djallë, ku i përshëndes. Edhe djallin që është jashtë, edhe vajzat të gjithë. E normalisht që djalli edhe ka knuni. Po ma vënë ka shku në diasporë edhe marrë me gjera tjera. Do thëtë, gjithësësi, trashëgimia o prezente. Edhe rrëbet kombëtare jenë edhe me shku edhe në Zvicër i gjanë. Bili unë kam një përvoj shumë të mija në Zvicër, në Gjermanie, Suedije, në Zvicër, ku kam qenë këtu po të regoj, po veçme në Zvicër. A që jenë të kompletum, fëmija të rritë dhe vjetërit. A që rrëbet kombëtare kanë ma originale se na që i majnë atë. Se na, kove të funit, kur flasim për rrëbet kombëtare, ma shumë i kem kolorit, se që i kem originale ashtu që shduhet që do me thonë që dërë me thonë diçka. Po, ma të e për kolorit i bukur. Amo, në esens, nuk e ka të kombëtarën vetë. Dërsa, për shembull, tjerë që për informa tjera, plisët, ku jo plisi, kështu, për ata shkem plisa tjerë, plisa që unë i quj plisa kinezë, që shablon jenë të bomë, që i nuk jenë pej leshit, për të marum jenë pej kajt një stiropodla, e zdi për shkajt marohen ata, ndërsa jashtë gjindën original, edhe kretësi e madhe me i pa se ruhet vesha, po është interesant se ati në ka publik vetëm shqiptarë. Shqiptarë po se po ka edhe Zvicran, ka edhe Gjerman, ka edhe Suedez, ka edhe Angles, ka edhe Frances, ka edhe Italian, që vinë Austriak, vinë me i pa qfaqet të shqiptarë dhe janë bashkë organizatorë të qfaqet. Do thotë dhe ata kontribojnë në një forma për tjetër në këtë pjesë, që me dojë shfaqet bukra, me pas mundësinë dhe gjithë shqiptarët këtë që janë, me i pa qoftë veshje, qoftë në një shfaqet bukur që realizojnë shqiptarët këtë në botë. Sigurisht po, veç me Suedia dalon për këtyne tjerave, se në Suedi shteti e ndihmo kulturën. Ka obligim më formoni o që, mi pasën njerë që organizojnë, përgjegjësit, i dërzojnë projektin, edhe shteti i ndihmon. Për Shqip me dha program Shqip, me përjadit program Shqip. Unë e kam qenën musafer i shëqnijës, i shëqatës Migjenin Boras të Suedis, edhe jem befasu organizimin që e kumpanë. Inderum, ishte shumë knajtësi si gjithmonë që kemi në studion e fundjavës dhe gjithmonë me gjëra shumë interesante, rëfime shumë interesante, energji pozitive, po ju uroj shëndet dhe gjithë të mirë, ishte shumë knajtësi që keshën sot. Edhe unë ju falenderoj, po me qenë se është i 28-ti, po e bojmë pak beli këtë punë që i 28-ti. A e bojmë? A e bojmë? E bojmë. A ja urojmë publikut? Me shumë knajtësi javën. A që omë kom? Hajde po. Hajde po. Me dhurat sot. Mere që të. Një ide shumë e mirë. Po e shfrytëzojmë rastin që gjithë shikuesve tanë të dashur, t'ja urojmë festën e flamurit, po e përmbyllim kështu këtë intervistë shumë të bukur bas me zotin Ismet Krasniqi Lalën, e po vazhdojmë tutje me kronikën ferm, urime dhe njerë festa e flamurit, faleminderit dhe njerë shumë i nderuar. Faleminderit, urime.